Qëllimi që ti I ke vënë vetes nuk është rastësi. Është një thirrje që ty të vjen nga shpirti yt dhe që pret të dëgjohet. Kur ti ndihesh e lodhur, e pasigurt, e humbur, mos harro. Zjarri yt I brendshëm nuk është fikur ende, vetëm se ka pak nevojë për ushqim. Ushqeje qëllimin tënd me besim. Sepse nëse s'ke besim, por ke frikë, dhe thua bo si do t'ja dal, frika të rrëzon, nuk të ngre. Ushqeje qëllimin tënd me durim, sepse në vështirësi, kur ti të shikosh të tjerët që po ecin dhe ti jo, atëherë durimi do të ndihmojë mos ta krahasosh veten asnjëherë me të tjerët. Ushqeje qëllimin tënd me mirënjohje. Me mirënjohje për rrugën që ke nisur dhe jo të ankohesh. Pse po vonon të realizohet? Sepse universi nuk gabon asnjëherë. Nëse ti ke një ëndër që jeton aty brenda teje për kaq kohë, do të thotë se ti e ke fuqinë ta realizosh, prandaj do është aty. Ec pra përpara, edhe kur ta shohësh që e pamundur se rruga nuk duket. Drita do të ndizet atëherë kur ti do vendosësh të ecësh dhe rruga do të bëhet shumë e qartë pastaj.